Edhe kryeministri Kristian Mickoski qëndron në një vijim me ministrin e punëve të jashtme dhe tregtisë së jashtme Timço Mucunski, të cilët një zëri deklarojnë se opozita po e pengon përparimin e agjendës reformuese, duke bllokuar grupin punues për kodin zgjedhor. I pyetur në lidhje me atë nëse qeveria do ta përmbush agjendën reformuese, Mickoski është shprehur optimist, duke thënë se nga 10 pikat e kërkuara mund të realizohen të gjitha. Patëm takim me zotrin Gert-Jan Koopman, i cili udhëheq atë proces në kuadër të Komisionit Evropian. Të gjithë jemi optimistë se nga ato 10 mund të realizojmë 9,5, e ndoshta edhe të 10-at, kështu konkluduam, të cilët janë në gejs periudhën. Mickoski thotë se për të vazhduar rrugën drejt Bashkimit Evropian nuk është kusht vetëm të votojnë ndryshimet kushtetuese, por sipas tij ka edhe shumë çështje tjera që duhet miratuar. Sepse reformat nuk janë vetëm ndryshime kushtetuese. E kuptoj këtë int të brisht të identitetit Maqedonas te SDSM-ja, që aktualisht udhëheq partinë dhe se për ta është më e lehtë të gjunjëzohen se sa të punojnë, por reformat dhe dëshmia nëse je për Europën nuk janë vetëm futja bullgarëve në kushtetut, ka edhe shumë çështje më thelbësore që duhet i përfundojmë. Ne jemi të fokusuar në çështjet thelbësore, ndërsa ata le të gjunjëzohen aty ku gjunjëzohen. Kujtojmë se kryetari i partisë opozitare maqedonase LSDM, Venko Filipçe, vazhdimisht e kritikon qeverinë dhe kreun e saj se me qëllim e bllokojnë rrugën për Bashkimin Evropian, ndërsa lideri i opozitës madje ngre alarmin se me këto politika që udhëheq Mickoski, Maqedonia e Veriut do të izolohet.